Për momentin jam kapitan Kosovë në Unisëni, dhe besoj që një tarë më shumë shpejt do të arrija në kombëtarën e Kosovës. Kështu kishte deklaruar Etnik Bruti kur ishte pjesë e kampit të Kosovës në janar të këtij viti. Mirë po Bruti si duket ka ndruar mendje pasi tani e tutje do të mbrojnë ngjyrat e fanellës së Shqipërisë. Menaxheri i lojtarit Eros Grezda ekskluzivisht në Sport Show në Klan Kosova ka treguar prapaskenat. Ka qenë vazhdueshme kërkesa atyre për lojtarin, cilin e kam vlerësuar shumë. Edhe Silvinjo domethënë e vlerëson shumë lojtarin, e kanë përcjell. Edhe kjo unë prapë them është një gjë e madhe shumë për lojtarin kur ftohet një futbollist nga Superliga e Kosovës të bashkohet me kombëtarin atë Shqipërisë. Kjo nuk ka ndodhur më parë. Ndaj reagimeve të shumta që janë bërë ka reaguar edhe babai Etnik Brutit. Biri im ka marrë një vendim që buron nga bindjet e tij dhe dashuria për kombin. Ai nuk e ka refuzuar Kosovën, por ka zgjedhur të luajë për kombëtaren shqiptare, për flamurin me të cilin i kemi mbështjell dëshmorët tanë. Ndërkohë Dritan Shaka Hoxha është i mendimit që futbollistët duhet të jenë të lirshëm për të zgjedhur këtë dojnë. Kur merr një futbollist nga Maliqeva, përfaqësuese shqiptare, nuk e merr as për të bërë hile njeriu, as për të bërë. E merr thjesht sepse mendon që ai djali i plotson parametrat për të luajtur. Ajo që du të them unë është që duhet që të kemi respekt për zgjedhjet e futbollistëve. Me plot kuptimin e fjalës respekt. Ndryshe Bruti tashmë zyrtarisht është pajisur me pasaportën shqiptare. Ai pritet të grumbullohet për 2 ndeshjet e marsit që do t'i luajë Shqipëria në kohë të kualifikimeve për kampionatin botror 2026.